vazhdoni. Tani, Zoti Balla ka fjalën për sqarim nëse keni kontestimin tuaj, vazhdoni me procedurë, po tani s'mund të morni drejt në fjalës së njërit apo tjetër. Cila është rregulloria? Rregulloria është që nuk ka asnjë dalje për nxjerrje për jashtë automatike. Nuk ekziston kjo nxjerrja jashtë automatikisht, nuk ekziston. Masat kanë të dëgjojmë një sqarimin, ju lutem tani dhe mos e vazhdoni më. Zoti Balla. Jo, nuk është e vërtet. S'është e vërtet. Nuk ka masë të tillë. Lere këtë, se sa e qdo të ishe... Si do të flasësh? Zoti Bardhi, mua mos mua hakre ashtu, e para, e dyta, fjalori që keni përdorur ju këtu, as nuk ka të krahasuar me çfarë është thënë dhe u s'dua të mbaj anën askujt, dakord? Po ju jo, nuk ju takon ju të bëheni si të prekur, sepse keni thënë këtu fjalët që unë deri më sot nuk i kam dëgjuar ndonjëherë këtu me vesht e mi, dakord? Ti, Gas Bardhi, sot ke thënë fjalë që unë nuk i kisha dëgjuar sa vite kam në parlament. Fjalët më të ulta që si ka as fjalori. Keni fyer gjithë familjarët e kolegut. Dakord? Edhe bën kështu si i mërzitur ti për një numër telefoni që nuk po e lejon ta sqaroj. Mua mos ma bëja dhe mos më trego gishtin ashtu. Dakord? Se nuk takon. Sepse nuk ke folur si deputet, nuk ke folur si deputet, ke thënë fjalët më të ulta. Zoti Balla, fjalën për sqarim. Nuk të marr lej ty se të fjalën. Po Zoti kryetari i kuvendit, kërkohet Zoti Balli fjalën edhe ulu atje sepse e duke thyer rregullore. Me gjithçka kam thënë unë sepse nuk ka lidhje fare asnjë fyrje, bëhet fjalë për një numër telefonik që në Bashkimin Evropian merret për të marrë informacion mbi Bashkimin Evropian. Kaq është e thjesht. Kush ka nevojë të marrë informacion mbi Bashkimin Evropian ka një numër Green Line ku ti mund marrësh informacion për vendimarrjen e Bashkimit Evropian. Sa i përket keq informimit, nëse kolegja Vokshi ndihet e fyer, unë i kërkoj ndjes. Por nuk ka asnjë isha duke folur për reformën në Bashkimin Evropian. Ja ku e keni numrin me 0900 të Bashkimit Evropian, ku çdo qytetar i Bashkimit Evropian merr informacion për vendimarrjen në Bashkimin Evropian. Kush do që ta përdori këtë situatë për të nxitur protestat, për të frymëzuar dështimin e protestave, le ta marri. Zoja Vokshi, nëse ndihesh e fyer nga fjala ime, edhe një herë ndjes. Ndërkohë zoti kryetar, për të gjithë atë lum rrugaçi të një njeriu që nuk njeh as din, as iman, as familje, sigurisht që unë edhe për dëmtimin e pajisjeve të folit. Zoti kryetari i kuvendit në këto kushte, si kryetari grup parlamentar, kërkoj ndërprerjen e seancës deri kur të rikthehet normaliteti në sallë. Ndjes nëse dihet dikush i fyer. Faleminderit. Tani mbas ndjesës së zotit Balla, lutem vazhdojmë seancën, zini vendet dhe mos e përdorni si pretekst për të prishur seancën. Është zonja Vokshi që duhet të flasë, jo ju. Nëse këtu kemi një ndjes të zotit Balla, kemi dhe një sqarim, nëse jeni të interesuar të vazhdoj seanca, si asnjë ndjes, se nuk do ti zoti Balliu, nuk do ti ndjes se ti mbase këtë situatë do. Dakord? Është kërkuar një ndjes
ndaj zonjës Vokshi. Ti nuk e pranon, por nuk pyetesh ti në këtë rast. Pushim derisa të vendoset qetësia në sallë.